Përshëndetje, kënaqësi të takohemi edhe në një epizod tjetër të The Gjë Talks. Do të vazhdojmë të flasim për narrativat propaganduese, për çrregullimet e informacionit, por mbi të gjitha për dëmet që i shkaktojnë ato, edhe mënyrën si përdoren për të mbri grupe të ndryshme të interesat e veta. Ligjëruesi Dren Gërguri është me mua në studio. Dreni, përshëndetje, faleminderit shumë. Përshëndetje Naile, faleminderit për ftesën. Faleminderit për prezencën tënde dhe vlerën që po jap këtij diskutimi. E di që je marrë shumë edhe me fake news, edhe me deep fake, edhe me gjitha llojet e çrregullimit të informacionit. A ka qenë ndonjëherë më e vështirë në kuptimin e identifikimit, cili është lajm për një me, cili mos ta quajmë lajm i rramse, lajm ose ran. Njona për këtyre dyjave, s'mund të dyat me qenë. Pa ka qenë ndonjëherë më vështirë me identifiku çka është e vërtetë e çka s'është e vërtetë. Besoj se në periudha të ndryshme vështirësitë kanë qenë të ndryshme dhe ajo se çka kemi ne sot si sfidë kryesore ka të bëjë më shumë me inteligjencën artificiale dhe me atë se deri në çfarë pikë rrin gjenerimi dhe përsosja e një materiale që gjenerohet me inteligjencën artificiale dhe e bën shumë vështirë nga publiku i gjerë që ta identifikojë ose thjesht të ketë më shumë dyshime në pjesë të asaj se çka është gjeneruar dhe çka mund të jetë e vërtetë dhe çka jo. Ndërkohë studimet e tregojnë që ne si njerëz vazhdimisht e kemi pas këtë dilemën e asaj se cila është e vërteta dhe cila nuk është e vërteta, cila mund të jetë e manipuluar, propagandë dhe cila është ajo që përcillet dhe bazohet në diçka që është faktike. Dhe unë shpesh herë them se të qenit në pozitën kur ne nuk arrim ta identifikojmë atë, nuk është shumë çështje e njohurive sa është shumë ajo që thjesht jemi njerëz, jemi qenie njerëzore dhe nganjëherë aspekti emocional, nganjëherë paragjykimi i konfirmuar ndikojnë më shumë te ajo se si ne e gjykojmë një përballje që ekspozohemi, se sa vet ajo mënyra se si do duhet ta analizoni më me qetësi duke shikuar më shumë burime. Do të thonë jo në gjitha rastet Dran jemi të gatshëm le të themi, qoftë emocionalisht, psikologjikisht, që tulemi edhe ta analizojmë a është e vërtet, kujt i konvenon, kujt nuk i konvenon, kush çka po don me mbrime, edhe nëse e kemi nivelin e arsimimit, qoftë edhe për edukim medial të nivelit lart. Unë kështu e shoh dhe ka studime të ndryshme të cilat e tregojnë se pavarësisht dallimeve mes grupacioneve në shoqëri, prap manipulimi ose informacioni manipuluar arrin deri te një masë, edhe ndoshta që nuk shkon mendja dhe që ndoshta ti e pret që përgatitja profesionale, arsimore do ta bëjë një person që të jetë me një shkallësi më të lartë se një tjetër, që natyrisht se e ka ndikimin e vet, megjithatë kur ne e kemi paragjykimin e konfirmuar në mendësi, në kulturë, krijojmë bindje dhe pastaj duam që në një farë forme të gjejmë përgjigjen duke i mbrojtur bindjet tona pavarësisht a janë të sakta apo jo. Kjo e bën të vështirë që ti të ndalesh dhe të analizosh më me ftosësi në përmbajtje edhe thuash që edhe pse s'po të pëlqen thjesht ta ballafaqosh me veten. Po na konvenon edhe po e mbajmë si të vërtetë. Pa e diskutu. Një prej mënyrave se si pastaj edhe ata që manipulojnë e kuptojnë dhe është strategji që në momentin që manipulon një informacion e ke një target audiencë dhe ti e din se si do të arrish që ta manipulosh atë target audiencën dhe në rastin e Kosovës ne e shohim se si ka situata kur pikërisht luhet me tok fjalësh ose me fjalë të tilla të cilat ndikojnë te publiku dhe që ndoshta nuk shkojnë me tutje. Në cilat situata, cilat janë target grupet që janë më të cënueshme ta quaj kushtimisht në rrënjën e këtyre manipulimeve të informacionit edhe cilat janë ato tok fjalësha që përdoren më shumë, a keni identifikuar diçka? Për shembull në rastin e Kosovës ne e shohim se si kemi shumë shpesh dezinformata të cilat e targetojnë marrëdhënien ndëretnike në mes të shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë. Edhe në situata të ndryshme, qoftë kur s'ka asgjë dhe gjithçka është e manipuluar nga zero, ja, qoftë kur mund të ketë një situatë në veriun e Kosovës dhe pastaj ajo hiperbolizohet, shtohen shumë elemente të tjera aty. Ose hiqen disa. Duke propaganduar sepse ti e merr një copë që mund të jetë reale dhe pastaj e mvesh me shumë elemente të tjera, të cilat janë manipulim, ose edhe kemi rastet sikur kur ishte para disa viteve me
një infermiere që kishte një sjellje të pahishme ndaj një të moshuare në Në Pej. Pej, po. Të dyja ishin shqiptare, ndërkohë në Serbi edhe në vende tjera ajo u shpërnda se si një e moshuar serbe, po kështë trajtohet nga një ere Në mediat serbe ka punëtore qenë. shqiptare. Pra, varësisht nga situata të ndryshme, ne e shohim se kemi lloj-lloj strategjish që përdoren për ta sulmuar Kosovën në këtë pikë, sidomos në çështjen e marrëdhënieve ndëretnike, dhe pastaj krahas kësaj ne kemi edhe çështjet e tjera të brendshme, çështja e shtetësisë të Kosovës, çështja e mos aftësisë tonë për ta mbajtur një shtet, pika në të cilat propaganda ruse, propaganda serbe është e vazhdueshme dhe e sulmon Kosovën. Po thoni që propaganda serbe dhe ruse i krijojnë çto narrativa në Kosovë, që na nuk jemi në gjendje ta mbajmë shtetin, s'jemi në gjendje ta forcojmë shtetin, ta mirëmbajmë. Këto janë prej me dekada tash, dhe është një strategji që ata e përdorin të përsëritjes, për shkak se çdo propagandë e ka një target audiencë, e ka një grup të caktuar, edhe një grup mosh. Dhe mënyra më e mirë nga perspektiva e tyre gjithmonë që dëshirojnë të propagandojnë është që atë ta përsërisin në vazhdimsi, sepse i bie që çdo mosh edhe më e re që më herët ka qenë eksplozuar ndaj asaj përmbajtje, do të jetë më vonë dhe do ta marrë si të mirëqenë, sepse është vazhdimësia e të njëjtës narrativ që është e rreme, por që përsëritet vazhdimisht dhe krijon një përshtypje, një bindje që përderisa është gjithandej, do të thotë mund të jetë edhe e vërtetë. Dhe pastaj këtu vjen në shprehje ajo që ne në shoqërinë tonë po gabojmë shumë, që nuk po e përfshijmë edukimin medial prej shkollës fillore, prej nivelit të ulët, kur fillojmë edhe t'ja shpjegojmë fëmijëve, sepse i kemi fëmijë të cilët po kalojnë kohë të madhe, kohë të gjatë në telefon, në internet. Dhe përderisa ata kalojnë këtë kohë, sa ne po punojmë në shoqëri që t'i aftësojmë dhe t'i përgatisim për çfarëdo që ka aty. Edhe për parësi që i marrin prej telefonit, prej internetit, tash prej inteligjencës artificiale, por edhe rreziqet që janë nëpërmjet këtyre veglave që janë aty dhe që natyrisht ne duhet të përdorim, ne duhet mësojmë të përdorim ato, por ne në të njëjtën kohë duhet dimë se si të përdorim. Dhe kjo është diçka që ne s'po e bëjmë, sepse ne po e lejojmë që në shoqërinë tonë të jetë çështje individuale, nëse qytetari dëshiron të ketë më shumë njohuri, më shumë shkallësi sa i përket edukimit medial, si dhe tash edukimit mbi inteligjencën artificiale. Për ndryshe më bën shumë përshtypje kjo çështja e narrativave, sidomos këto që përsëriten vit pas viti dren. Qysh, a mundemi me kontekstualizu pak, me marrë një shembull konkret? Për shembull, a ki një shembull që e ke hulumtu të një narrative të tillë, e cila është përsërit edhe vazhdohet me u besu si e vërtet prej plot njerëzve? Tash, për shembull është bombardimi i NATO-s, edhe prej kohës kur ka ndodhur bombardimi, nga ana e Serbisë ka pas vazhdimisht propagandë që bombardimi nuk ka ndodhur për çështje humanitare, por kanë qenë arsye të tjera. Dhe edhe pastaj ndër vite shesh shembuj të ndryshëm të materialeve të ndryshme të cilat janë përgatitur dhe që çojnë gjithmonë në këtë narrativ që s'ka qenë humanitare. Madje ka raste kur kemi për shembull fotografinë e një refugjate shqiptare që është në Blac dhe çfarë ka qenë manipulimi, ndryshohet prapavia dhe nga ai numri i madh i refugjatëve mbrapa që shihen në fotografinë reale, që është nëse s'gaboj e Reutersit, kur e kanë manipuluar, e lënë vetëm refugjatët dhe krejt prapavia me bebën në gjë, po, ajo është. Dhe tash çfarë bëjnë ata? E heqin komplet atë pjesë edhe e vendosin një ndërtesë të shkatruar. Edhe mbishkrimi është mbijetuara nga bombardimi i NATO-s. Ndërkohë që ajo është refugjate shqiptare. Dhe kjo vazhdon me u besu. Dhe kjo është shpërndarë deri në Afrikë të Jugut. Pra jo vetëm në rajonin tonë. Dhe atë se çka ne e shohim te Serbia dhe te Rusia kur vjen fjala për Kosovën, është që shumë herë kemi përmbajtje të cilat qëllimisht shpërndahen edhe në ato shtete të cilat nuk e njohin Kosovën, në ato shtete ku mjafton në Afrikë të Jugut një fotografi të tillë ta shohësh disa qytetarë nuk është. Ata çdo herë marrin informacione se çka ka në Kosovë. Edhe ajo e krijon një bindje dhe ajo pastaj e përsëritshme e mban atë perceptim që Kosova është vend i rrezikshëm. Ne vazhdojmë ende të takojmë qytetarë, njerëz të fushave të ndryshme nëpër Evropë që na pyesin për sigurinë e Kosovës. Edhe pse kur vjen në Prishtinë e sheh që s'është as pak ajo nga perceptimi që ata e kanë,
por kjo tregon shumë nga mënyra se si ata i marrin informacionet dhe çka ata e marrin si më të besueshme nga gjithë ajo çka qarkullon. Po t'ingllon kështu me unal, me provu me imagjinu një situatë tillë dhe këtë ciklin e shpërndarjes së këtyre narrativave. Dyshush po ta lëm përshtypjen që duhet një ushtri e tonë njerëzve me punu, me ul, me bëni strategji, çush po e shpërndajmë çet narrativ, çka po bëjmë, edhe çush me mbrit deri te në fond një fëmijë potencial që është tu e pa në telefon atje në Afrikë të Jugut. Çush është cikli dren? A ka në informat çush prej kujt nisin, çush rrjedhen edhe çush përfundojnë në telefonat tonë? Unë tash në mënyrën e përgatitjes nuk është që kam studiuar shumë në punën që unë e bëj. Ajo se çka dihet është që ka një rjetëzim të njerëzve të cilët po koordinohen në mënyrën se si do të shpërndajnë një dezinformatë të caktuar. Fjala vjen te disa dezinformata që shpërndahen në disa portale media serbe, edhe të cilat janë brenda pak minutash gjithandej. Dhe ajo nuk është e rastishme, sepse nëse nuk ka një koordinim në mes të disa mediave, nuk mundet që njëjti informacion në pak minuta të jetë gjithkund. Do të marrë kohë spaku, sepse jo secili gazetar rrin aty para. Kjo gazetaria e copy-paste, diqysh? Po edhe copy-paste nuk është që ti e bën në sekond. Pra aty është çështje me një herë. E sekondave. Që ta jap një shembull në duhet këtë thonë. Po, edhe kjo ta jap një indikator, është si tregues, indikator që aty ka diçka koordinim. Se s'mund të jetë e rastishme edhe sepse përsëritet kjo, nuk është ndodhur një herë, po përsëritet edhe është e tillë. Kjo tregon që ka një pjesë të koordinimit. Po në anën tjetër pastaj është çështja e propagandës, çështja e propagandimit është shkollën vete. Edhe njerëzit përgatiten për këto dhe pastaj ata aftësohen në mënyrë që ta përgatisin një propagandë që është shumë efektive, ose ato që e shohim shpesh në ditët e sotme, që vetëm të ketë informacione thjesht për ta krijuar një mjegull edhe për ta bërë të vështirë për qytetarin të ndalet edhe të thotë cila është e vërteta. Nga studiuesit e propagandës edhe ata që kanë punuar më herët në propagandën, Goebbels thotë që një propagandë është efektive deri në momentin që zbulohet. Pra kur zbulohet e dim gjithë që është propagandë dhe nuk ndikon. Por ajo se çka ne e shohim edhe që ka studime që e tregojnë, është se edhe është Stefan Lewandowski, një prej studiuesve më të mëdhenj në këtë fushën, që e lidh dezinformimin, informacionin me aspektin psikologjik. Edhe e tregon se si qytetarët në vende ndryshme të botës, pavarësisht se e dinë që s'është e vërtetë, ata e përdorin atë informacion. Pra, që e tregon që edhe ato që ka thënë Goebbelsi shumë vite më përpara, na sot jetojmë në një epokë kur e dimë që s'është e vërtetë, pse kemi problem. Pse ndodh kjo? Po ka arsye ndryshme. Unë besoj që është edhe mënyra se si krejt kjo dinamika e jetës edhe mënyra se si jemi të bombarduar nga informacionet i bën njerëzit që të klodhen ndoshta nga kjo hiper informacioni që e marrin dhe pastaj ata thjesht lodhen prej saj edhe nuk merren më me të. Edhe kjo mund të jetë një prej arsyeve sepse thjesht edhe s'kan kohë që ndoshta të shkojnë për te. Ajo se çka unë gjithmonë e them edhe që besoj që për shqiptarët është shumë e rëndësishme është ti klasifikojnë informacionet. Pra, nëse është një informacion me rëndësi për Kosovën, ne duhet të ndalemi dhe ta analizojmë. Nëse është për një çështje argëtimi, sport ose diçka tjetër, këto, po, atëherë edhe nëse është e vërtet, nuk ka ndonjë ndikim në jetën tonë, po këto të tjerat mund të kenë. E te këto me qenë ma lexues të vëmendshëm, kritik, konsumus të informacionit. Aty duhet jemi kritik, aty duhet gjithmonë ta dim saktësisht kush është autori, prej kujt po marrim atë informacion, ta kërkojmë në më shumë burime sepse të qenit relevant është e pamundur të jetë vetëm në një adresë, do të jetë gjithandej, pastaj ta analizojmë edhe atë se mbi çka është ndërtuar ai informacion, a ka burime zyrtare, kush po flet brenda stories. Pra janë disa pyetje që ne kur i flasim, ndoshta për dikë që ka më pak njohuri për fushën tonë, i duket shumë, por në momentin që fillon edhe praktikon, atëherë ti e vren se kjo e përvetëson si teknik dhe unë them që kjo është ajo se çka ne duhet punojmë shoqëri. Duhet ta mbjellim këtë kulturën e verifikimit që nuk e kemi. Edhe ta mbjellim kulturën e verifikimit me hapa të cilët duhet të ndjekim, jo duke e pyetur shokun, shoqen, një familjar, sepse në potencialisht personin që ti e pyet vetëm mund të jetë në një rreth që edhe ai nuk të dezinformon, po të keq informon. Pa dashje, por e bën. Koha Covidit na ka treguar këtë. Sa shumë raste ne kishim
kur familjarët tanë shpërndanin lloj-lloj informacionesh, jo për ta dëmtuar, por e bënin për të na ndihmuar, faktikisht ajo ishte diçka e pavërtetë. Ai kemi Covidin të marr frym 8 herë, ashtu ka qenë. Që një nëse ajo mban thirrja. për 10 sekonda frymën Edhe sekonda. edhe je në rregull, s'ka prej Covidi, Edhe këtë kjo ka ka marrë prej qenë një fake shoku në news i më i WhatsApp. madh i shpërndarë. Kjo ka qenë një prej, po. Edhe kur e mbaj mend kështu bisedën me shokun tim, ai tash është në Gjermani, ka ndru vend banim, edhe po i them thash, kush e ka thënë? Tha doktor japonez. Tash okej, se ka emrin. Kur kthehet s'ka emër hiç. Tash unë ja shkruaj po i them. Edhe kur e ka emrin, ti duhesh me Google, edhe me kërku Google, edhe me pa a është i vërtet ai, se s'ka emër, as mos u merr me atë informacion. Ne kemi pas një rast tjetër bashkë në kohën e Covidit, ka qenë me Rashid Butar, një doktor në Amerikë, që pa qenë viral, është përkthy në shumë gjuhë të botës. Dhe ai ishte me emër edhe me mbiemër, ishte doktor, e vërtet. Për momentin që ti hulumtoje në mediat amerikane për të, ti e gjeje se ai është mashtrues, i dënuar nga shteti atje. Pra edhe ajo ty të mjafton në mënyrë se si ti e merr më një informacion prej tij dhe a duhet ta ndjekësh atë se ai pas një kanal në YouTube dhe fliste se si Covidi s'është e vërtetë gjëra të tilla. Pra ne gjithmonë duhet ta kemi parasysh këtë që kushdo që është autori, ta dim saktësisht. Jo si shpesh ne ndëgjojmë kur thonë e kam pa në internet, e kam pa në Facebook. Unë shpesh e përdori këtë shembullin e shkuarit pushime dhe ti më pyet ku ke shkuar, unë them deti. Sa ke informacion ku kam qenë? Thotë është e njëjta kur ne flasim për informacion. Kur thuat në internet deti është. S'kemi ide ku çka. Oqean, po. as deti jo. Për ndryshe Dren, çush janë gjeneratat, se ti punon tash me gjenerata e vren dallimin në kuptimin e të kuptuarit të informacionit, sidomos këta studenta të ri kur vinë, çush vinë, a janë të përgatitur, a janë të mirë në mënyrën çush lexojnë lajme, çush i marrin informatat? Unë besoj se nuk janë mjaftueshëm përgatitur kur vinë në vitin e parë. Prandaj duhet edukimi medial më herët. Edhe kjo është një prej arsyeve pse ne themi që ta kemi edukimin medial sepse i përgatit qytetarët për ambientin informativ që i rrethon. Madje deri vonë edhe libri i edukatës qytetare ka qenë me pjesën e medias me gazeta, pa media sociale, ne asnjë gazetë se kemi sot. Ne kemi gazeta, kemi media sociale. Të thotë nëse ne i ri lexon për gazeta, ndërkohë nëse kemi asnjë gazetë, nuk e di me atë kurrikul për ku po e përgatisen. Se ideja është gjithmonë ata të shkojnë në shkollë të marrin njohuri që i duhen nesër në jetë. Dhe nëse ata mësojnë për diçka që është histori, unë besoj që po duhet mësuar që edhe duhet ta diskutojmë shumë herë këtë pjesën pse ne jemi pa gazetë, por kur vjen fjala te përgatitja të rinjve në atë se çka i pret nesër, unë besoj se është shumë e rëndësishme pjesa e edukimit medial edhe asaj se si ata ta kuptojnë që janë konsumues, janë shfrytzues, janë autor, krijues, sepse sot në cilën do shkallë ti e sheni qytetarët Kosovës që është në media sociale, dhe të mos vim as në ato situatat kur i kishim që kishte gjuhë teoretjes ose kishte kërcënime dhe pastaj deklarim që ka qenë në Facebook e se kam ditë që në Facebook s'bën. Pra, edhe kjo është diçka që e reflekton gjithë atë boshllëkën që ne e kemi lënë aty. Edhe s'ka njohuri, qytetarët gabojnë. Pastaj në anën tjetër, nëse ne jemi dashaqçin edhe duam të manipulojmë, ky është terreni më i përshtatshëm i mundshëm. Sepse kemi një shoqëri e cila shkatësinë e edukimit medial e ka të ulët, e ka të vështirë të bëjë dallimin për arsye të ndryshme, edhe përveç asaj që është njerëzore, por edhe pjesa tjetër dhe pastaj nëse ne duam të manipulojmë e lërëm sot me inteligjencë artificiale. Terreni i gatshëm, do me thonë, gjithçka gati. Drejnë se më na shkon koha tepër shpejt e nuk po du me të lëshu pa e diskutuar edhe aspektin geopolitik le ta quajmë. Këto narrativa, tash e kemi shumë aktuale luftën Irani, Izraeli, Amerika edhe shtetet tjera që mos i përmendi në një apo tjetër mënyrë, pro ose kundër, varet sa janë le t'i quajmë të rrezikshme këto situata për me kriju narrativa të tilla dhe për me i përdor qoftë Serbia, Rusia, me përdor Iranin në një apo tjetër kontekst me ardhë dhe deri në Kosovë, me ndaj far ideje të çmendun që është din me boka njerë. Unë besoj se
mund të jetë një ngjarje që e ka zanafilën për një propagandë të re, pra është e mundshme ajo. Ajo si çka vrejta unë sfundi tash është që kjo shumë video të gjeneruara me inteligencë artificiale Për luftën. për luftën, për qytetet sulmet, Dubai, vende tjera që faktikisht s'kishte të bënte me realitetin aty. Që çka po e shohim ne është që ne tash përballemi me një situatë kur kemi një vrull të informacioneve të vërteta edhe këtyre që janë të pavërteta, të manipuluara qëllimisht, pa qëllimisht për arktim, për synimet e tjera, por që na vijnë të gjitha. Po e mbrin efektin Pra, e vet. edhe kjo pastaj ndikimi më të madh që mund të ketë është që qytetari thjesht të thotë nuk e di. Dhe kjo është një prej synimeve që shpesh herë kanë propaganduesit. Pra jo domosdoshmërisht pajtohet me drenin, por s'pajtohet as me Nailën, edhe thotë nuk e di. Edhe ai është një pozicionim pastaj neutral që nuk anon nga asnjëra anë. Të qenit neutral duhet edhe propaganda tjera shtesë që pastaj ti ndoshta edhe ja ndron drejtimin. Pra edhe kjo është një prej strategjive që përdoret dhe edhe kjo çka po ndodh tash në Iran, edhe situatat e tjera vazhdimisht ne e shohim edhe do të kemi vazhdimisht lloj dezinformatash, propagandash, manipulimesh që do të qarkullojnë dhe pastaj edhe prandaj unë po them që është shumë e rëndësishme që ne sa më shpejt të punojmë me shoqërinë tonë për mënyrën se si marrin informacionet, cilat burime i besojnë, si e verifikojnë një informacion, tash edhe këtë përdorimin e inteligjencës artificiale. Ne qytetarët e Kosovës e përdorin ChatGPT duke i bërë kërkesa të lloj-llojshme, pa e kuptuar mënyrën se si funksionon në radhë parë ChatGPT. Sa herë që e pyet diçka ai thotë po ke të drejtë. Edhe kur ndoshta s'ke. Edhe madje po mendojmë kjo është një prej pikave që ne duhet ja u shpjegojmë sepse s'ka racionale që qëndron mbrapa teknologjisë e inteligjencës artificiale. Pra është një probabilitet 0-1, edhe që algoritmi është i trajnuar në atë mënyrë që t'jetë me ty, pra t'jetë pozitiv ndaj teje. Edhe nëse ti e ke gabim, ai nuk thotë që e ke gabim. Pra, nëse ti e korrigjon atë, ai thotë po, ke të drejtë. Pra ne gjithmonë kemi të drejtë në raport me inteligjencën artificiale. Po e përmendi edhe për shkak se unë atë se çka e shoh për të ardhmen e afërt është që AI do të jetë në burim shumë i rëndësishëm informacioni për qytetarët. Pra ka filluar që njerëz qytetarë të mos shkojnë në media, por të pyesin ChatGPT grok për çka po ndodh. Dhe kur e pyet se groku është më i përditësuari. Është i lidhur direkt me X, me ish Twitter. Kështu që çka do që ka në X ai më një herë e merr. Që i përditësimi është aty. Problemi është që në X ka shumë dezinformata. Po. Dhe nëse model po i merr, po i bie që ai po e riprodhon një dezinformatë që ka ndodhur. Dhe ajo se çka unë e shoh tash është që ne do ta kemi rrezikun më të madh me këto LLMs, me këta me modele si ChatGPT, Grok, Gemini, janë edhe të tjera që janë, sepse ato shpesh herë riprodhojnë diçka që s'është e vërtetë, sidomos këto që nuk po kanë kujdes kompanitë në mënyrën se si po i trajnojnë modelet. Microsofti e veçon Copilot sepse kur e kanë trajnuar si model kanë selektuar përmbajtje. Që OpenAI se ka bërë me ChatGPT-n, po ka përdorur çka do që ka pas në internet. Dhe domethënë këto janë elemente gjëra që ne duhet i diskutojmë, edhe ta kuptojmë që pastaj brenda këtyre LLM-ave, modeleve, ta dim për çka, cili është më i përshtatshëm, edhe ku kemi edhe më shumë kujdes. Plus shumica e përdorin këto që është pa pagesë, që nuk ti sjell burimet e informimit kur i kërkon asnjëherë. Ndërkohë, më duket në fillim drejni unë personalisht kam bërë kështu, veç mundesh edhe me profilin tënd me e paraqit në të, varësisht për informatave që jap ti për veten, mandej nëse dikush kërkon kush është Dran Gërguri, kanë mi dalë çato informata që ti i ke dhënë. Ose që ato që janë publike në një apo tjetër mënyrë në rrjetet sociale dhe në media tjera. Tash nga ajo çka kam lexuar, modelet më shumë i marrin informacionet jo prej bashkëbisedimit për drenin Nailën, por prej burimeve të ndryshme që janë në internet, rrjete sociale. Që janë rrjete sociale, janë befaqe, konferenca. Pra unë e shoh për veten, do thotë ka informacione të cilat e lidhen me një konferencë të caktuar që un kam qenë, sepse ajo konferenca ka një befaqe, edhe shkon zinxhir. Ose çështja e punimeve, më shumti lidhet punimet e mia shkencore janë të publikuara në revista dhe ajo modeli i merr informacionet
te revista. Edhe pastaj prej saj ty fillon edhe ta shpjegon E që jo domosdoshmërisht është e plotë. Mund po natyrisht, po kjo është pse na duhet ta gjithmonë ta shohim, edhe gjithmonë e kemi thënë edhe më herët që është me rëndësi ta kemi më shumë se një burim informacioni. Si gazetar po se po në Po storje. kthehemi prap në gazetarinë tradicionale. Po besoj që mbrojtja ndaj këtyre fenomeneve negative është kur ti mbërrin që të kesh verifikim, dhe verifikimi është hapi i parë që bën gazetari. Pastaj unë e them shpesh, na do të ishte shumë mirë që në shoqëri ta kishim, themi kështu, një mini gazetar. Pra këtë që për ne që punojmë, kemi punuar në gazetari, është e përditshme, për tjerë të kthehet në përvetësim të shkatësisë, që edhe ata, përderisa e lexojnë lajmin, fillojnë edhe ato pikpyetje që i kanë mendje i gjejnë përgjigjet aty. Nëse ato pikpyetje mbeten pikpyetje edhe në fund të storjes, atëherë merre me rezervë ato se çka lexove deri në atë pikë, sepse gjasat janë që mund të jetë diçka e manipuluar. Dreni, faleminderit shumë. Faleminderit për kohën edhe për gjithë këto shpjegime që i ndave me mua edhe me shikuesit. Faleminderit, është kënaqësi dhe natyrisht për këtë temë dhe këto kur i diskutojmë gjithmonë është në kohë më të shkurt, vështirë ndoshta që të marrim edhe gjitha pikat kryesore, sidomos tash me inteligjencën artificiale, që derisa ne flasim mund dalë diçka e re, por ajo çka është më rëndësi është që ne vazhdimisht përcjellim se çka ka të re dhe çka po vjen prej inteligjencës artificiale, sidomos tash me këtë pjesën e videove. Edhe me atë se derisa janë përsosura dhe çka ne mund të bëjmë si shoqëri, si qytetar, si profesionist, për ta bërë më të lehtë adaptimin me këtë teknologji. Megjithatë, Dran, po më duket që po mbetet një emër i le ta quajmë përbashkët për zgjidhjen kushtimisht të këtij problemit, është apo s'është e vërtetë diçka, pra po kthehemi te çaja gazetaria tradicionale. Domethënë çka do që po dalë edhe me AI edhe me veç bëjeni një double check. Sheni në faqe zyrtare, sheni në emaila zyrtar, nëse vjen puna deri aty me shkruaj, sheni në profile zyrtare të njerëzve, nëse nuk janë të njëjta të shpërndame, edhe aty dijeni që nuk ka kurrë të vërtetë. AI në fund është vegël. Kështu që po e përdorim na ato, jo ajo neve. Po, dhe çka është ndryshe është veç është një vegël e re, për cilën ne duhet përshtatemi. Mos bëhemi na vegla. Faleminderit shumë Dreni. Faleminderit shumë, miru takofshim në episodin e radhës.